Përshëndetje shikues të televizionit Albi UK TV, mirë se po takohemi në emisionin Fëmijët në Londër. Kësaj radhe do të flasim me një modele të re në moshë të cila ka pasion dhe eksperiencë si modele këtu në Britani të Madhe, por edhe shumë vende të ndryshme. Përshëndetje Kesi, është kënaqësi që i prezente në emisionin Fëmijët në Londër të bashkëbisedojmë për pasionin tuaj modeling. Përshëndetje, jam shumë e hapi që jam këtu sot. Shumë mirë. Të filloj me pyetje, por çfarë ju bëri që çfarë të inspiroi për ju të filluar me dëshirën të merrni me modeling? Po, kur isha 8 vjeç, pëlqeja fotografin, edhe mua më gëzovi shumë fotografia me modele gjithë të ku. Okay. Sa kohë që merrni me modeling, se kur ke qenë 8 vjeçare e ke parë, po a ke filluar në atë kohë? Tashi kam 3 vite, po bëj 4. Shumë mirë. Cilat janë momentet më të bukura që ke përjetuar gjatë eksperiencës tënde si modele? Po, kam shumë, po kam 2 që i pëlqej shumë. Ato janë në Turqi, në Antalya, edhe Tbilisi e Georgiës. Shumë mirë. Të flasim pak për këto gjëra që i ke fituar, këto çmime të modelingut. Flasim për çfarë së pari? Të filloj me këtë. Okay. Këtë e mora në Turqi, Antalya. Këtë më duket është po. Kjo është Grand Prix, e mora në Georgi, Tbilis. Edhe kjo është kurora e Georgisë e Tbilisis. E kam e timen, është në Golden Star Kids, Top Model of the World. Shumë mirë. Edhe përshët që këto pas ke marrë në 2023 dhe ato në 2024, po kuroret, në cilin veti ke marrë? E mora këtë, e mora në Turqi Antalya, këtë e mora në World Rising Stars, edhe producenta e Antalyas, Albana Çakshiri, në këtu po të përshëndes. Këtë unë pëlqej shumë, është preferuara ime, se ka kështu si green stone edhe pëlqej shumë. Të flasim pak për ato që janë nga teje, ku i ke marrë ato? Këtë e kam marrë në Turqi Antalya, është shumë e bukur. Këtë është kur praktikoj për një kështu, se di, për kështu fashion show award praktikoj, edhe unë pëlqej shumë këtë, se thot United Kingdom, pëlqej. Shumë bukur. E po këtë çmimin që e ki? Po, kjo është në Turqi, sot Grand Prix, se fitova në Tbilis, isha shumë e lumtur që fitova, edhe shumë hapi. Shumë mirë mi maj këto çmime si kujtim për çfarë ke arritur si modele deri tani. Po të vazhdojmë, çfarë të pëlqen më së shumti te modelingu, të pozosh, të veshësh veshje të ndryshme apo të bashkëpunojsh me njerëz të ndryshëm, stiliste edhe fotografi? Po, unë pëlqej shumë të pozoj, të punoj me stiliste është shumë ideja mirë, se unë dua ta bëj atë kur jam më e madhe dhe më experience. Shumë mirë. Si përgatiteni para një fotosesiona? Keni ndonjë gjë që ju ndihmon të njesh më sigurt, të flasësh fjalë të bukura për veten apo ndonjë gjë? Po, unë shikoj veten në pasyrë edhe them ti do ikësh skenë edhe do e bësh, edhe do jesh më mirë. Shumë mirë, se e jap vetet confidence. Po, ja. Confidence edhe para si me dal para shumë njerëzve apo edhe para kamerave. Si përgatiteni, si ndiheni kur shikoni fotot e tuaja të përfunduara? Unë ndjej shumë kënaqësi edhe shumë kështu excitement, se po shikoj foton time edhe unë nuk e believe dot që kam foton time aty edhe punën që kam bërë. Sa keni përkrahjen e prindve në këtë rrugtim tënd? Unë kam shumë përkrahjen, se familja ime më ndihmon shumë në këtë journey që kam edhe do kem.
Po, ma shumë më ndihmon mami edhe gjyshja. Shumë bukur. Nga cili vend në Shqipëri vin familja juaj? Mami është në Elbasani, babi ime është në Fieri, unë jam lindur në Itali, Gjenova, edhe jam shqiptar. Shumë bukur. Ju sigurisht vjoni mësimet këtu në Londër, Britaninë të Madhe, po si e menaxhoni shkollën, miqt, modelingon? Po, shkolla ime është e para se unë pëlqej shumë shkollën. My favorite subject is math, po edhe modelingun edhe shkollën është shumë hard që të bësh të dy, po e bëj. Shumë mirë se pak ndryshe modelingo, po edhe lënda jote e preferuara matematika, shumë bukur. Po kush është frymëzimi juaj më i madh në modelin? Kush të inspiron se si delti në skenë apo si ec? Po, unë kam shumë. Ajo është mami ime edhe sa modelin në gjithë bota, si Adriana Lima apo Giselle Bündchen. Shumë bukur, se është mirë me pas dikon që të inspiron, të ndjen mirë se ecën shumë e bukur edhe ka shumë konfidencë. Pëlqen ecja atyre si duken, po edhe t'jap inspirim për edhe ti me vazhdu si ato. Po, e sheh veten duke vazhduar modelingon teksa rritësh, apo a ki ëndra tjera shumë ndryshme? Sigurisht do vazhdoj modelingun, po kam edhe dëshirë që të bëj dermatologjist, se e pëlqej shumë për fytyrën edhe kështu dhamët janë shumë e bukur. Shumë mirë. Dhe së fundi, çfarë është një gjë për ju që mund të jetë diçka që jo shumë njerëz e dinë, në diçka befasuese apo çesharake ose edhe ndonjë talent? Po, unë bëj acting edhe singing. Jo gjithë dinë se nuk e share me gjithë njerëzit, se kam çik si turp, se unë këndoj mirë mendoj, po sa njerëz jo, po edhe acting e du shumë. Shumë bukur. Pra të dashur shikues do të lexoj unë një përrall për ju, edhe pralla quhet Ora që vraponte për rreth. Ora me zile çdo ditë qëndronte pranë shtratit dhe numëronte çdo minutë. Ora gjor ishte shumë e vetmuar. Askush nuk më dëgjon kur bi çdo ditë. Më dëgjojnë vetëm kur bi 8. Kjo është puna jote, tha qeni Chester. Unë jam mërzitur me të njëjtën punë, vetëm duke rërë, tha Ora me zile. Aja vështroi jashtë dhe pa se ishte agim. Ishte ora 5 e mëngjesit dhe kishte edhe 3 orë derisa të binte alarmi. Do të dalte ec pak, mendoi Ora. Aja kërcejo nga rafti dhe dole jashtë në lëndinë. Nuk kaloi disa hapa edhe u takua me një qen të madh ngjyrë kaft. Qeni filloi të le dhe e përzuri Orën. Atëhere, një fëmijë që shpërndante gazeta për pak tash qelmonte. Ora me zile shpëtoi për një fije floku. Kaloj vetëm 1 orë pasi u largova nga shtëpia dhe tashmë dua të kthehem, tha Ora me zile. Pikërisht kur kaloj në anën tjetër të rrugës, hasi në një makinë të madhe me furqë të madhe e cila ecte në drejtimin e saj. Kjo ishte makina për pastrimin e rrugëve. Makina e spërkati Orën me ujë të ftoftë dhe e kaloi në një furqë. Dua të shkoj në shtëpi, thiri Ora me zile, por ishte ende herët për këtë. Një njeri ishte duke zbrazuar kazanët e plehrave. Aja pa Orën me zile të hedhur në tokë, e ngriti dhe e hodhi në kazanin e plehrave. Ai mendoi se Ora nuk punon. Ora e gjorë arriti të kërcej nga kazani dhe vazhdoi rrugën. Për fat të mirë, aja e pa se ishte 2 shtëpi larg nga shtëpia e saj. Ora me zile i shikoi durt e saja dhe gati sa nuk filloi të çaj. Ora ishte 7:50. Unë duhet të nxitoj në shtëpinë në kohën e alarmit, thaja
dhe vrapoj drejt shtëpisë. Atëherë, ora pa një kotele të vogël. Aja filloi të tjerë dhe të lëpi në fytyrën orën me zile. Pastaj, Macja e mori orën me zile dhe futi në shtëpi. Ura! Kjo është Macja miti. U ktheva në shtëpi. Gëzoi ora me zile. Por ti je në shtëpi, u përgjigj qeni. Pikërisht në orën 8, alarmi ra me forcë. Fëmijët dhe prindërit e tyre u zgjuan me buzëqeshje. Kjo është ora jonë, e saktë si gjithmonë, tha nëna. Ora me zile ishte shumë e lumtur në shtëpi, që atëherë nuk ankohej më. Pra të dashur shikues, kjo ka qenë prara jonë, ora që vraponte për rreth. Ishte shumë argëtuese të dëgjoja për përvojat edhe mësum shumë gjëra për modeling prej Caseyt. Të falenderoj që ishe pjesë e televizionit Albi UK, të urojmë fat me gjithçka që keni më pas. Pra të dashur shikues, ne këtu po e përmbyllim emisionin, duke ju dëshiruar çdo gjë të mirë. Mirupafshim. Mirupafshim. Who is the top model of the world? No, you. No, you. No, you. Top model of the world, ladies and gentlemen, is Casey from UK. Mariana Tumiszyn, Zakokowo. Told you. Easy for talking like a victim. Bravo, Casey!